Po përkthejmë nga Sri Swami Shivananda Sarasvati, shkenca e adhurimit Zotit. Adhurimi është një përpjekje, një pjesë e adhuruesit ta realizojë prezencën e Zotit apo supremit vedi e shpirt. Përmban shumë praktika, situacionite të ndryshme, fizike dhe mendore, me të cilat aspiranti bën një progres të qëndrueshëm për realizimin shpirtëror. Që ta kuptoj pra prezencën e Zotit në zemrën e tij. Kjo është realizimi i Zotit. Nëse nuk e kupton Zotin që ke në zemër, është vështirë ta kuptosh në vendet e tjera. Patanjali, një krijues i nestor i jogës, është gjithashtu e mburte shumë rëndësinë e adhurimit në pjesë të ndryshme të Raja Yoga Sutras që ka shkruar Patanjali. Sepse edhe për Raja Yogin, yoga mbretërore, prap adhurimi është i domosdoshëm. Si thua, ai Perëndia që mendon ai, është ai që e drejton. Të dorëzohesh te Zoti, te Perëndia, është një nga metodat e jogës, e Raja Yogës, të njamës. Njama janë dy shtyllat e jogës që ne shpesh i neglizhojmë, nuk i përmendim fare. Gjithë jogët nuk i përmendim, por këto janë shtyllat. Edhe një nga këto kushte është edhe adhurimi i Zotit, atij që mendon ti, nuk do të detyron ai këtë Zot apo atë Zot, se Zoti një është. Adhurimi i Zotit mund të ketë formën e lutjeve, lavdeve që i bëjmë Zotit, meditimit, këngë për Zotin apo kirtan, barxhan, këto janë gjithë këngë, mandra. Pra adhurimi përmban të gjithë këto metodat. Mund të përdorësh ndash të gjithë metodat, edhe sikur një të përdorësh, prap efektin e ka. Është e diferencuar sipas rritjes shpirtërore që ka çdo individ. Disa për shembull adhurojnë elementet e ndryshme të natyrës, si për shembull zjarin. Hindut adhurojnë lumin, gangën, apo lopët, apo shipe me shenjtë, people tree, e të tjera. Gjithmonë ka një hero që adhurohet në secilin individ apo fe me virtyte të ndryshme, siç janë kristianët që adhurojnë Krishtin me virtytet e Krishtit apo shënmërinë. Pra çdo një adhuron dikë që ka si idhull. Gjithashtu, festat për lindjen e shenjtorëve, e njerëzve të mëdhenj, është gjithashtu një lloj adhurimi. Disa tjerë adhurojnë ato pasardhësit e vet. Disa të tjerë adhurojnë gurut, shenjtorët të diturit e kohës e mëparshme. Meditimi është një adhurim mendor i Zotit. Të këndosh këngët edhe lavdet e Zotit, që quhen kirtan, është adhurim me Z. Shërbimi, të shërbesh krijesave me dashuri, me një mënyrë hyjnore, si thot, me një motiv hyjnor, është adhurim fizik. Kur personi evoluon, ai kalon nga një stad në stadin tjetër të adhurimit. Stadet e ulët të adhurimit bien vetvetiu. Një person që ka një stad më të lartë,
Nuk duhet të kritikoj ato që kanë një stad më të ulët. Ashtu si një që kalon në klasën e 5 nuk mund të tahet me një që është në klasën e parë. Baza e objektit në adhurim është, pra motivi është si të unifikohemi, të bashkohemi me Perëndin, që përshkon gjithçka në çdo lloj emrash dhe formash. Kjo arrihet duke zhvilluar një dashuri të madhe. Të gjithë në fakt po adhurojnë themelin real që është Perëndia. Ishwara, thot kjo me gjuhën sanskrite. Ndryshimet janë vetëm në ndryshimin e emrave dhe forma, nga ndryshimi i adhuruesve vet. Adhurimi i Zotit Krisht, i Zotit Muhammed, i Shri Guru Nanak, Zotit Buddha, Zotit Maivara, është në të vërtet adhurimi i Perëndis. Të gjitha këto janë format e tij. Pra, në çfarëdo lloj forme që i afrohesh, më afrohesh mua, edhe unë kështu i afrohem atyre, i pranoj ato. Sepse të gjitha këto rrugët që merr njeriu janë të mijat. Kjo është nga Bhagavad Gita 4:11. Ato adhurimet me dritë, me këngë. Ka dhe rituale për fillestarët në rrugën e adhurimit. Kur adhuruesi avancon, kur mendja është komplet e absorbuar në objektin e adhurimit, atëherë nuk është e nevojshme të përdorësh to dritat. Ato djegën e Sandal Pass, atë të drut, ti biesh zileve të tjera. E gjithë bota vjen nga ai, nga Perëndia. Çfarë lloj i lartë adhurimi është ky? Adhuruesi arrin para baktin, një devotshmëri supreme. Të gjithë ritualet bien nga ai, kur ai ka arritur këtë shkallën e lartë. Por ama këto rritet janë një ndihmë e madhe për adhuruesit, sidomos për fillestarët. Ato në asnjë mënyrë nuk duhet të injorohen e neglizhohen. Bhajan, këngët e Zotit e lavdet e Zotit, siç po dëgjoj edhe unë tash atje, është adhurimi i Zotit. Të gjitha metodet janë kalkuluar të sjellin adhuruesin ballë për ballë me Zotin. Këto janë Bhajani, pra këngët e Zotit, gjapa përsëritja e emrit të Zotit, Sankirtan, të këndosh emrin e tij, lavdet e tij në grupe, lutjet e të tjera. Të gjitha këto përmbajnë hyn tek Bhajan. Edhe pemët, lumenjt, oqeanet, ajo hera e lehtë, dielli, hëna, hyjet, zojtet e tjerë janë duke bërë këtë adhurimin e Bhajanin në mënyrë të heshtur. Çfarë adhuruesi jeni ju? Vedat, domethënë dijet, domethënë të dituret, quhen Veda, e kanë përshkruar në 5 lloj klase adhuruesush, simbas. Çfarë elementi predominon në çdo aspirant? Ka që adhurojnë Ganeshën, Shivën, Harin, Shaktin dhe Syrjen. Dhe nëse toka, pra elementi, se njeriu ka 5 elementet, një nga këto është toka. Nëse toka është element që predominon, atëherë ai duhet adhurojë Ganeshën. Nëse uji predominon, ai duhet adhurojë Zotin Hari.
Nëse zjarri element është predominant, atëherë do të adhuroj Zotin Syrja. Nëse ajri element është predominant, atëherë do të adhuruar Shakti. Dhe nëse boshliku, akasha, eteri, element është predominant, atëherë do të adhuruar Shiva. Ka edhe një klasifikim tjetër, si mas kapacitetit të individit. Disa adhurojnë elementet e shpirtave më të ulët, dhe këto hyn tek kategoria më e ulët. Disa adhurojnë pasarësit, të diturit, apo hëngjit. Disa adhurojnë avatarat, si thuash shpirta më të lartë që kanë ardhur nga vetë Zoti me formën e tyre, quhen avatara, si Krishna, Rama. Disa adhurojnë Saguna Brahman, pra Zotin me virtyte, kurse ato që janë më të evoluar e adhurojnë Zotin pa formë, pa atribute, të pa manifestuar, si Sat Chit Ananta Brahman. Sat është e vërteta, Chit është ajo ndërgjegje vedie që përshkron gjithçka, dhe Ananda, që është edhe kjo një fjalë sanskrite që do të thonë lumturi pa kushte. Se përgjithësi lumturia jon varet nga diçka, kurse Sat Chit Ananda, Perëndia, nuk varet nga asgjë lumturia e tij. Gjithçka varet nga lidhja që kemi me Zotin, nga Zoti, por Zoti vetë nuk varet nga asnjë. Sorry. Janë gjithashtu 4 lloj adhuruesish, që korrespondojnë të 4 gjendjet që mund të ketë aspiranti. Realizimi i shpirti suprem, Paramatma, dhe individit shpirt, Jivatma, që janë një, dhe gjithçka është Perëndia, Brahman, dhe nuk ka asgjë që mos jetë Perëndi. Kjo është gjendja më superiore, më e lartë që arrin individi. Gjendja më e lartë është ku kupton që nuk ka dallim midis Zotit dhe krijesave, se dhe gjitha është një. Kjo quhet Brahma Bava, ka dhënë Zoti bekimin më të madh që të shikosh Zotin në çdo gjë. Meditimi konstant me proceset e jogës mbi Zotin në zemër është një formë më e ulët, quhet Dhyana Bava, bava meditimit. Akoma një gjendje më e ulët, evolimi, është kjo bava me cilën gjapa mandrat recitohen, himnet, lutjet, ato lavdet, to janë akoma pak më të ulta, për arsye se ke akoma dallim midis teje dhe Perëndis. Ti shikon veten, ke ego, shikon dhe Perëndin. Të gjitha këto, kurse kur shikon Zotin kudo, Perëndin kudo, atëherë kjo është gjendja më superiore. Pra, të gjitha adhurimet që lindin nga gjendja dualistike, pra unë dhe ti, se është ego që në ndanë. Sa të filloj uni, fillon ti, ai, ajo, fillon adhurimi, fillon këto. Kur heqë egon, nuk ke më dallim. Nuk ke si të adhurosh tjetër, se ti e të tjetëri, je një. Kjo nuk do të thotë që të bësh më të madh. Sigurisht që do shikosh veten kudo. Pra, e shpjegon shumë bukur Shivananda, shumë qartë. Pra, kur adhuron me dualistik unë dhe ti, kjo dualizmi pra që ekziston në të gjithë, në disa më shumë, në disa më pak, derisa të arrihet ajo monizmi që një është e tëra, ekziston pra kjo. Kur arrin
të vërtetën e Advija apo jo dualizmit, që ka thënë Adi Shankara, në fakt i ka modifiku ato vedat që i ka nxjerrë këtë, dhe e di që gjithçka është perëndia. Atere, për këtë gjendje, nuk kam as adhurus, as kusht adhurohet, as yoga, as puja, adhurim, as meditation, as japa, as betime rituale. Ai është një mrekulli, është një perfekt shenjtor, është një magji në komplet esencën e tij. Po që të arrihet kjo, nuk do neglizhuar këto shkallë të tjera. Kjo është kur arrihet. A si puna rrugës, ku shkon dikon, nuk mund të mendosh ti që je në maj pa arritur majin. Do ecësh, do kur të arritësh maj, sigurisht që s'ka nevojë të ecësh më. Ka dhe adhurus që janë të iluzionuar, të trullosur. Për shembull, në një njeri që sa ka filluar këtë adhurimin e Zotit, thotë, unë jam ku kam arritur shkallën më të lartë, nuk ka nevojë të bëj këto të tjerat. Nuk ka nevojë për mua të shkoj në vendet të adhuroj vendet e shenjta, të bëj shërbime. E çfarë fiton nga kjo adhurimi këtyre hidhujve? Apo të hedh, të jap lule apo të ndes drita. Por ai është në një ignorancë të trashë, të madhe, serioze. Pra, zakonisht e kanë ato që nuk kanë edhe udhëheqës shpirtëror, si thuhet guru. Këto e arrisin këtë, kujtojnë se kanë arritur atje, për nuk ka nevojë kjo, nuk ka nevojë ajo, dhe rinë në vend ose ecin mrapa. Ato bëjnë çfarë i teket atyre? Ato dëgjojnë mendin e ulët, duke marrë se kur ajo është mendja lart, zëri intuitë të Zotit, dhe nuk arrisin asnjë lloj progresi shpirtëror. Bile shkojnë dhe mrapa. Është shumë e vështirë të zhvilloni bhakti. Armiqtë e brenda si epshi, urrëtia, lakmia, inati, egoizmi, xhelozia janë shumë të fuqishëm. Ato rinë para jush në mënyrë që ju mos të kultivoni adhurimin. Ai që ka arritur gjendjen e para bhaktit do jetë komplet pa frikë, pa dëshira, pa urrëtie. Ai nuk ka më himja, unë. Ai do jetë jashtëzakonisht i thjeshtë dhe nuk do ketë lidhje me asgjë, asnjë lloj lidhje, attachment. Ai do jetë matan trupit dërgjegje. Nëse ai nuk i ka këto shenja, po thjesht mendon edhe thot, unë jam një parabakti, një realizuar, një i ditur, mos ja vini veshin fjalët të atij. Njerëzit çojnë lot krokodili, që nuk janë lot të sinqert, edhe i marrin ato për lot ynore adhurimi. Aspiranti do kaloj nëpërmjet shkallëve të ndryshme të evoluimit, të bhakti jogës, ashtu si në shkollë që kalon nga fillorja në të mesme, në të lartë deri te diplomat e masterit. Ai, pra studenti në fillim, ka nevojë për adhurimin e Zotit, me lule, me drita, me të bëj pastrimin e vendit të shenjtë edhe të shërbej njerëzimit. Do të bëj dhe ato shenjët e tjera që janë me zile, me ato rritet e veta, mos i neglizhoj ato. Të gjitha këto veshët duhen bërë me besim, adhurim dhe me një ndjenjë të thellë të brendshme. Nëse aspiranti, gabimisht, në budallikun e tij, imagjinon se ai e ka arritur këtë gjendjen e sipërme të bhaktit, pa nuk ka nevojë për këto, dhe neglizhon këto praktika të bhakti sadhamës, praktikës shpirtërore,
Jo vetëm që nuk do evoluoj, po dhe pak ai adhurim që kishte arritur, do t'i avulloj, do t'i zhduket shumë shpejt. Ai shpejt do të biri në vendin e qelbur të ta kapi bota, se ta kapi rrota e botës në lidhjet e botës, në lidhjen e shqisave. Hapi dyert gjerësisht, bëu i thjesht dhe i përullur. Mendoj që e vetëm një student i vogël i Bhakti Yoga Class. Forcoj imunitet atë aspirimin, forcoj aspirimin. Hapi dyert e zërmës tënde. Lëre dritën e xixat